Live from Tirana në Top Albania Radio. Përshëndes një herë drejt për së drejti në valë Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital, i po dëgjoni Live from Tirana dhe siç u lajmëruam në krye të herës, na është bashkuar në studio gazetar, por dhe një nga zërat kryesor të kësaj proteste qytetare, e cila besoj tashmë bëhet një muaj që ka nisur marshimin çdo ditë në bulevard. Osman Stafa, mirë se vjen në program. Mirë se gjej dhe të falenderoj shumë. Si je ti? I frymzuar, me shpresë, i gëzuar. Ka shumë ndjesi që të paktën i kisha humbur, sepse mendoja se çfarë duhet ndodh më keq në këtë vend, që njerëzit të vetë ndërgjegjësohen dhe të reagojnë për hallet e tyre dhe për hallet e asnjë partie. Se deri tani shqiptarët në 36 vite, çdo kush është dëshmitar, janë ngritur vetëm kur i kanë thirrur partitë. Asnjëherë kur ka qenë nevoja për t'i thirrur halli i tyre. Dhe prandaj për mua, sido që të shkojë gjithë kjo situatë, gjitha kjo protestë ka dhënë një mesazh të fortë që Gen Z-ja është ky brezi i ri që nuk pyet as për frikë, as se ke babain në punë, as se ke nënën në punë, as se ke gjyshin me partinë dhe partinë tjetër. Mos më bën pak shefe më shumë Gen Z-sne se edhe mos ti çojmë në se kam dëgjuar plot edhe kolegë të tut edhe që thon ky brez është shumë i bukur, ky. Jo, është nuk ka frikë. Unë shëtis protestën. Pra, nuk është vetëm Gen Z-ja, pra ky brezi, pra vetëm se ke edhe brezin ton. Edhe pra, më të mëdhenj. Po, deri diku, por përgjithsisht këtë protestë, po ti shikosh fytyrat, pra po dalësh dhe ti shikosh në shesh, shikon këto dy breze. Pra, nga 90-ta kryesisht dhe 2010 e të tjerë. Pra janë individë të cilët po e shikojnë, janë pra post diktaturë dhe janë individë që duan ta ndërtojnë të ardhmen këtu. Pra ti shikon aty dhe diskuton me ta dhe ka nga ata që tregojnë se shiko se babai timi kanë thënë që nëse djalin tënd e shikojmë në protestë mund të të heqim nga puna. Ka prindër të cilët duan t'i shtrëngojnë fëmijët e tyre mos dilnë protestë sepse jemi në administrat, jemi në biznes e të tjerë, pra për të tentuar atë që kanë bërë gjitha partitë politike në Shqipëri për të friksuar njerëzit momente kritike. Do të kundërshtoj sot edhe për ta bërë më interesante bisedën, se nëse them në lidhje me një studio themi të gjithë të njëjtën gjë, çupa pastaj. Është drejta jote, jepi drejtim. Unë njoh shumë njerëz. Kush ka top? Unë njoh shumë njerëz që punojnë në shtet, edhe në pozicione shumë të mira, kanë dalë në protestë dhe vazhdojnë të jenë ende në punë. Kështu që nuk e di sa e vërtetë është kjo gjëja që po dole në protestë se punon në shtet hiqesh nga puna, ndryshe nga çka qen dikur. Personalisht nga eksperjenca ime, të thash njoh njerëz që punojnë në shtet, kanë dalë në protestë dhe vazhdojnë të jenë në punë. Të them diçka, xhaxha im ka qenë elektricist në kohën e qeverisë kaluar. PD-s. Detyrohej të vinte nga Librazhdi në Tiranë në mitingje, detyrohej. Mitingjet e Berishës. Po, detyrohej. Është një vërtet, është një fakt, nuk donte. Kishte hallet e tjera, kishte probleme të tjera dhe shëndetësore, por i thonin që për të mbajtur punën duhet shkosh. E njëjta gjë po ndodh dhe tani. E frikshme madje. Me lista. Po i keni fakte, i faktonin po, tjetër që po, të gjeun po ta dija përpara të kisha sjell këtu edhe me mesazhe dhe të printuara, mesazhe se si administrata bënin deri në lista me 15 persona për të ardhur, jo, pra për shembull tek ai antimitingu që u bë këtu në Tiranë që u cilësua si, pra ty të kanë ardhur nga Elbasani, nga Librazhdi, nga Prenjasi, ty të kanë ardhur nga Berati, i ka mesazhet njerëzve vetë, individëve. Po nëse ajo është angazhim, ti do të mbështesësh pak partinë se në bën pjesë. Jo, në fali minut, po nëse ti ke mbështetjen e 820.000 njerëzve në gjithë Shqipërinë, po ti domethënë duhet mos ta bësh publike këtë gjë, sepse po e morë vesh do të mblidhen 830.000 e 20.000 sa janë në sheshin aty. Osman, sepse janë mbështetës të tut, në mos aq, gjysma. E kuptoj. Në mos aq, ore 100.000, ore 50.000, 20.000. Pra jo ti marrësh me listë, ti detyrosh. Po, për shkak kam parë një screenshot këtë ditë që qarkullon disa faqe, i cili ishte një mesazh i gjatë i cili thoshte përshëndetje, ju s'duhet të dilni në protestë se po dolet kështu. Aty nuk kishte asnjë numër që pse se denoncuan këtë numrin e këtij personi. Ja, për shembull un jam duke investiguar për shembull për një numër, i cili është numër shqiptar, pra i cili i ka shkuar në mesazhe, pra kam 10 numra se përdorin edhe këto tani truket për numra të huaj. Po patjetër unë në organet e mia patjetër në ato çfarë unë besoj kam dërguar. Domethënë se për të respektuar pak edhe privatësinë e njerëzve, pra po patjetër, pra ka dhe numra shqiptar me të cilët janë. I ke fakt. Po patjetër që po. Shiko, kam një gjë.
kur në jetën time nuk dal për të artikuluar diçka nëse unë nuk bindem. Mua më thon çdo lloj gjëje që lidhet për shembull denoncime që lidhen me spitale, indicje të caktuara, nëse unë nuk e vërtetoj për ta parë vetë me sytë e mi, për ta vërtetuar me burimet e mia, nuk guxoj kur ta them në publik. Nëse mua më shkruajnë këtu dhe më thon, është një familje e varfër atje në Baldushk, është një nën me 3 fëmijë, me probleme të shëndetit mendor, unë duhet dhe shkoj ta shikoj, e vërtetoj që si është situata dhe pastaj bëhemi bashkë për shembull për të ndërtuar shtëpi, siç ka qenë një rast konkret i para disa muajve. Pra një nënë e cila së cilës i kishte vdekur bashkëshorti, shtëpia e saj ishte dëmtuar nga tërmeti 2019-s, kishte përfituar 36 milion lek dhe nuk ja japin nga Bashkia e Tiranës. 36 milion lek dhe u desh që të bashkohen disa individ pas denoncimeve që u bëra dhe thirrjeve që u bëra për të ndërtuar një shtëpi. Një nënë me 3 fëmijë me probleme të shëndetit mendor. Osman, kaq gri është në këtë vend sepse unë shoh njerëz që ore jetojnë jetën e kanë shumë dyst. Mbrëm për shembull, se trafiku është një hall tjetër në Shqipëri. Kur po kthehesha për në Tiranë, domethënë një radhë gjatë kilometrike me njerëz që vetëm ktheheshin nga jugu, jo nga Durrësi dhe Spilleja, nga jugu i cili është ekstremisht i shtrenjtë. Pra këtu ka dhe njerëz që edhe kanë lekë, edhe jetojnë shumë mirë. Jo, krejt okay. Jam krejt okay, po të shikosh për shembull. Jo, them se ndonjëherë të jap një përgjigje kësaj. Është vetëm kaq zi, kaq pesimizëm, kaq futemi në këtë agoninë e pesimizmit. Jam dakord, krejt dakord me ty. Për shembull, ka njerëz në Shqipëri, mund të jem dhe unë një ndër ta që në pushimet e mia, pra pasi kaloj një punë me shumë pra denoncime, puna ime lodhje etj, kam dhe unë nevojë të shkoj, nuk e di, në jug, në Durrës. Pra, të shkoj se dua të shlodhem. Apo në fundjavën time se ne kemi pra verën, tani e kemi të bekuar nga Zoti si pozicion gjeografik ku jemi, që e kemi dhe do shkojmë. Problemi i tillë është, nëse ti jeton në një vend ku korrupsioni është lemeri, pra ty spaku të nxjerr prova, unë kam lexuar dosin Balluku dhe kuptohet çfarë është bërë me paratë tona, pra kujt janë dhënë tenderat, kujt janë dhënë projektet e tjerë me përcaktim. Ligji nuk e thot këtë gjë. Po pse të shkuajnë njerëzit atë herën protestë? Dhe ja të ta them. Se është shumë interesante që ne jetojmë çdo ditë me ajër të ndotur dhe papritur shqetësojmë për flamingot. Ja do ta them, nuk është çështje fare flamingosh këtu. Po kjo është propagandë koti për flamingot. Flamingot janë aty. Ja do ta them, Flamingo Revolution, kështu e kemi quajtur. Më bëre dy pyetje, unë dua ti përgjigjem. Po se e zgjat shumë pra. Po ju duhet ti vë pikën në një vend që ke korrupsion, në një vend që nuk ke shëndetësi. Ty mund të të bjerë sot goditje në kokë. Është krejt normale. Larg qoftë nga fjala, po nga fjala nuk vjen gjë e keqe. Jo, mos manifesto. Mund të më bjerë mua pra. O larg qoftë as kujt. Mund të më bjerë mua. Ore është normale. Ore as kujt. Ore infarkti, smundjet e tjera janë çështje të jetës tonë. Do shkosh ti në spital në QSUT. Po. Dhe ty sot aktualisht që flasë nuk të trajtojnë dot, sepse pajisja ka 2 vite e cila qëndron aty e mbyllur dhe nuk vendoset në punë. E di ti çfarë është goditja në kokë, goditja ishemike? Që ti duhet të bësh trombektomi. Duhet të bësh trombektomi. Nuk të bëhet dhe për 6 orë nëse nuk të bëhet, ti ose vdes ose mbetesh i paralizuar. Bëj pushimet në jug, bëj edhe në Greqi, shko edhe në Maldive. A jeton në Shqipëri? Mund të të bjerë këtu ajo, larg qoftë. Se nga fjala nuk vjen gjë e keqe. Osman, pra, unë po të them ty që të kuptojmë, unë nuk bëj pjesë se disa njerëz që dalin në panel televiziv dhe them kjo qeveri shumë mirë, unë i di, i kam denoncuar edhe në Instagram. Ti po bën tani avokatin e djathtë dhe shumë mirë po e bën sepse njerëzit duan të kuptojnë realitetin. Unë po mundohem të kuptojmë disa gjëra. Ore, është vërtet kaq gri saç bëhet ky vend kur ndërkohë në jug kërcet shampanja, kërcet leku, njerëz me brende të veshur, të gjithë me çanta shtrenjta. Unë nuk mendoj se gjithë shqiptarët e kanë mundësi për në jug dhe për të bërë këto çfarë thua. Ti ke qenë jashtë shtetit. Po jo vetëm jashtë shtetit, kam qenë dhe jug. Unë shkoj në jug me çadra për shembull. S'ka më vend ku të ri. Makinat e përditshmërisë, qoftë në Itali apo në Greqi, këtu afër fare. Sa lekë kushtojnë? Nuk e di se nuk jam ekspert. Shikoj, hajde dalim bashkë në Tiranë, i ke të gjithë markat të luksit, Range Rover, Audi, Benzat e fundit. Dhe prandaj unë këtë po them, ore, ky vend kaq. Po mirë, mund të justifikosh ti këtë çfarë ti thua me mungesën e shëndetësisë, mungesën e arsimit, shpopullimin. Shëndetësia na prek të gjithë. Po prandaj po them. Budalla nëse do të thoja. Të gjithë mund të kemi nevojë për ato shërbimin spitalor dhe do kemi një nevojë një ditë. Po kiti 10 makina për një gjë, por për një gjë tjetër. Po pra, ore kiti 10 makina. Po të kapi këtu, nuk ke shpëtim, nuk shkon dot as jashtë. Dgjoj, do shkojmë pak kur gjën reklama, edhe për të respektuar marketingun dhe rikthehemi shpejt në program për të diskutuar të tjera gjëra. TV. Top Radio.